Turizmi ka filluar dhe është në kulmin e vetë, me thënë të drejtën, kudo që mund të shikoni, mund të flisni me njerëz, të gjithë flasin për pushime, për zonat të cilat preferojnë për të kaluar pushimet e tyre, për jugun, për veriun, jashtë Shqipërisë, brenda Shqipërisë, dhe duket sikur shumë prej nesh që jetojmë në këtë pellgun e Shqipërisë së mesme, nuk e preferojmë fare, sikur e na shkalojmë, po bëjmë shumë gabim. Shumë gabim bëjmë, tani nuk e preferojmë, ne nuk e preferojmë se jemi këtu tërkohë, se të shkojmë për fundjavë dhe e kemi këtu, por mund të themi sigurisht, mua më duke sigur Shqipëria e mesme gëzon gjithmonë këtë statusin e të qenurit e preferuar nga turistët. Po, të huaj, po. Se është bërë ka shumë kohë që shohim vetëm turistë, të paktën në Tiranë, apo kur udhton edhe në Durrës, edhe në Elbasan, edhe në Krujë, po e pose që do shkohet. Mos vajte në Krujë, ku do shkojnë, gjithsesi. Kështu që për këtë të flasim në këtë pjesë të programit, për ofertën turistike të Shqipërisë së mesme. Çfarë ofron gjithë ky pellg i jashtëzakonshëm? Kulinarie, historie... Pa, aty në arrijat. Kështu që po prezantojmë pa humbur të ftuarat e ditës sotme. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Erita Kabashi. Faleminderit që jeni me ne sot. Faleminderit dhe juve për ftesën. Eritën ju e dini, është blogere ushqimi, pa diskutim që ka një urritje jashtëzakonshme, po të flasim pak më vonë. Mirëmëngjes, mirë se më erdhe Matilda Bega. Mirëmëngjesi, jam shumë mirë, jam shumë mirë. Ja erdha, shikon erdha në korrik. Edhe në korrik, në një korrik. Faleminderit që jemi ne sot, Matilda. Faleminderit juve. Dhurata Thanasi, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Është gjithmonë të kemi në studio për të njohur pak, për të marrë pak dhe njohuritë tua mbi çfarë lloj gjëje të mundshme që lidhet me natyrën, me agroturizmin, me kulinarin, me gjithë shka, kështu që është... E kemi enciklopedi. është panel shumë i bukur njëherë. Shiko njerë Alban gjyrat, shiko sa bukur. Gjyrat token, edhe si kur të kishim folur, ne, shiko. Ku ke pas panel më të bukur ti? S'kam pas asnjëherë, gjithmonë e them, çdo panel e them këtë, asnjëherë. Erita pastaj të na gatuaj një gjë shumë interesante që është tipike e zonës, por në pjesën e 4, ku do jemi të gjithë bashkë për të promovuar Shqipërinë e mesme. Nisim? Ta nisim patjetër. Ka gjërat turistike kjo Shqipëria e mesme, çfarë ofron? Atëre, dua të lë një fjalë të veçantë për Tiranën, që është mikpritësia e gjithë shqiptarëve. Në Tiranë vinë gjithë, ndoshta për punë fillimisht, po duke ardhur për punë ata bëjnë dhe turizëm pak. Po ti shikosh kur vinë në Tiranë, shkojnë në qendrat komerciale që ka Tirana, që shkojnë në dyqanet e veçanta, shkojnë për blerë diçka të zgjedhur se në Tiranë e gjejnë. Kështu që Tirana është qyteti per excellence më turistik i Shqipërisë, sepse nuk duhet harrojmë që edhe turizmi i brendshëm është shumë i rëndësishëm. Po ashtu të huajt që vinë, stacioni parë është Tiranë, sepse lidhet edhe me aeroportin, ata pa diskutimisht e harxojnë një ditë ose 2 ditë në Tiranë, si në vajtje dhe në ardhje. Po e harxojnë të detyruar, sepse jo, harxojnë sepse është kryeqytet. Është kryeqytet, në çdo kryeqytet që shkon, patjetër edhe po të shikosh edhe guida turistike e shpenzojnë një ditë në Tiranë duke parë muzeet e ndryshme, edhe pse Muzeu Historik Kombëtar për shembull nuk funksionon, por ka muze të tjerë, është Muzeu i Gruas, është Muzeu Bunkart, pra ka disa muze që funksionojnë shumë mirë në Tiranë, si dhe jeta artistike e kulturore, që është shumë e larmishme. Ka evente, ka gjëra që ndodhin çdo ditë në Tiranë. Po ashtu dhe në rrethinat e saj, që është aq e bukur, ka një sëri agriturizme të jashtëzakonshme, vende piktoreske dhe vende për të bërë aktivitete turistike, fizike, të ndryshme, ofrojnë shumë kurse kulinarie në Tiranë, asnjë qytet nuk i ka nisur, përveç Gjirokastrës, deri diku edhe Berati, por Tirana i ka shumë të, si thua, të zhvilluara kurset e kulinarisë që kanë filluar për të ofruar si thua, receta dhe mënyra gatimi, po, eksperiencat ndryshme kulinare që ofron si zonë. Me që jemi të kulinaria, më falë të qëndroj vetëm pak, o Mati, ku hahet më mirë në gjithë Shqipërinë e mesme? A në Elbasana, a në Tirana? Mos u përmend, në Tiranë. Lale në Tiranë, si hahet në Tiranë, nuk hahet. Me i fjalë, kulmi i guzhinave, më falë se ndërpreva, është në, me i fjalë, restoranteve më të mira në Tiranë. Në Tiranë. Këto janë të gjitha zonat, që pak shumë sinqert, Tirana e kam dhënë. Po shumë mirat, po se në Tiranë, jo, ajo forgesa tiranëse, kur gjerat o fluckat. Tani, vjen ajo, sa shkoj o sa unë një forgesë tiranëse për mua, e di në kudo ku shkoj, edhe tani vjen, e sjell kamarieri.
edhe unë e shikoj kështu. S'ka fluska, i thotë. Se jo, ka fluska që është shumë e nxehtë. Po unë se ha dot, se duhet të pres, a më kupton. Duhet të pres, ajo të ftofet pak që të ha. Po ne e kemi dhe nga nostalgjia, se unë jam tiranëse puro. Po, ti e kështu. Puro, po dhe tamam tiranëse unë nuk quhem. Më kupton, se shiko tani. Jam tiranëse unë, ishte baba im tiranës puro. Gjëgjallarët, shikoje pak të foto në Alban. Shiko sa bukur kam dalë. Shiko sa bukur. Me kostumin e krabës, të rrethinave të Tiranës. Shisa e bukur jam me kostum me këmish, hajtë më, a kupton. Shife. Ja, mati me Nuk ke që thuash, super. Po të them, tani, po thoja, nuk quhem 100%. Gjëgjallarët e mi, Tiranës puro, kishin gratë Tiranëse puro. Pra ata janë Tiranëse. Kurse unë, ka maman nga Vlora. Je që ke përzirë. Më ndryshe. Shiko, nëna ime këtu, shiko, kjo është një piktur. Kjo piktura tani nuk ka asë një ndryshim nga shtëpia ku kam lindur unë. Me të vërtet. Janë lule borët, shtëpi me qerpic. E shikon derën hyrse? Oke, shiko derën hyrse. Alban mos të ngrijem tani. Jo, s'ka gjë. Jo, nuk do ngrijem. Dera hyrse. Ajo dera jeshile, aty është gjithë miti Tirancëve. është dera e banjos, e tualetit. Dera e tualetit. Tualeti ishte jashtë, më kupton. Në obor, do dilje në shi, shiko sa romantike. Nga dhoma, shi, do shikoje lule boret, do shkoje në banjo. A më kupton? Jo, kuptoj. Jo, nuk kam. Këto nëna Tiranëse, që ne i thonim ije. Ijet, po. O, e vërtet. Se nuk duhet tani se unë po më preke pak qaj e ditë, po unë nuk qaj. Këto ijet. Nuk qaj, plasti. Nuk qaj, plasti unë nuk qaj sot. Dëgjo tani. Ky Maramani, i nonave, i momave. Maramani, kjo Shamia e bardh. Po ku kupton ti nga Tirana, o Alban, po rritani. E kishin ashtë të bardh, sa që unë thosha, si ka mundësi kjo e vuri dje gjithë ditën. Akull. Ose, si që thoshte ija ime, akëll. Akëll. A gjenë më kështu ne? Nuk ka. Nuk ka. Shiko që shpije, me menekshe, me tulla. Shpija për misht ishte më vete, zoma. Më vete për misht, ajo duhet ishte sterile dzicë. Çdo gjë në vendin e vetë. E për bashkët për ne, o borri, a ka më bukur? Ajo dhoma ishte që syni mas net shpisa. Se dursi dhe Tirana, kur flet për Tiranë, se kur flet për Dhe kjo shpi, eksakte. Edhe ngjyra e tualetit, derës e tualetit ishte jeshile, pra janë karakteristike. Karakteristike, du t'ishte jeshile dallushme. Janë këto që duhet ketë rush, duhet kesh lyej çdo vit, lyej muri jashtë me gëlqere, ka humbur gjithë shka. Dhe sot që unë jetoj në pallat, katastrofë. A ka shtëpi të tilla që janë atraksione për turistët, pra që shohin qerpiçin, që shohin çatit, që shohin dritaret, që shohin gjithë këtë që përshkroi Mati? Janë disa shtëpi që kanë mbetur akoma, është shtëpia e një piktorit të njohur shqiptar, i cili e ka ruajtur, e ka kthyer edhe në muze, janë disa, janë shtëpitë e Petrelsave, kanë mbetur, po më kanë thënë që do ndryshojnë, duhen ruajtur disa pjesë, disa shtëpi në rrugën e Dibrës, të cilat po shkatrohen dhe ato, te shkolla e Kuqe, është gjithë zona, gjithë... Por Tirana ofron shumë qka, kur thash që fola për restorantet, jo për kulinarinë e Tiranës, që janë më të mirët, gjithandej mund gjesh, mua personalisht më pëlqen qamëria, po flasim për Shqipërinë e mesme, duke filluar, më i fjallë gjë nga, Tiranët njohën vetëm fërgesën, po Tirana si dhe gjithë Shqipëria mesme, kanë gjithë fërgesat e bardha. Me fërgu do thot me skuq. Tiranë si me fteren, e kam në regull me fteren, tiganin që e quajnë të tyren, që bëhet i terët, pra skuqe, sepse ashtu e përdorim vetëm për fërgesat, bënin që nga fërgesat me salës që i përdorim, me piper të kuq, me domate si pastinve, po edhe fërgesat e bardha. Pra edhe në qik, ajo, Bete një qik mjellmisri, kur bëhe për shembull gjalpi i shkrire, përdornin dhe jedh një vezën, e quanin fërges me vezë, pra kanë shumë, po ashtu tavat, që ju po shikoj zonën e Elbasanës, ky është muzeu etnografik i Elbasanit i mrekullueshëm, duhet ta vizitojnë të gjithë, se është shumë i bukur për të vizituar dhe për të marrë
vesh edhe për të njohur esnafet e Shqipërisë, gjithë zanatet që kanë lindur shumë, kjo është kalaja, dhe kanë tavat pa fund, duke filluar nga tava e Kosit, që është e famshme, tava e Elbasanit, tava me pistil, tava me pat me ruzh gres, tava me qep njoma që fillon në pranver dhe me kumbla e kanë, dhe gjithmonë me mishqingji që përdorin comleku, ja kjo është tava e Elbasanit që bën me mishqingji, edhe përdoret, fillon edhe me stin, tamam, sepse stina fillon të nga muaj mars e deri në muajin shtator, kur pastaj qingjat nuk përdoresh. Prita vedosi. Kjo është tava me fistil. Po, ja të fuzi pak në bisede dhe Rida është shumë eksperti këtë Jo, unë pak dhe thoja, deti Tiranës dhe Elbasanit është Durrësi. Dhe me thënë, lutem, ju, ne nuk ndajemi nga këto dy krahina, por që ne i plotësojmë nevojën për det, sepse nuk e kanë dhe kur sa herë duan, vinë tek ne. Kështu që këto tre krahina, Tirana, Elbasani, Durrësi, Kavaja, janë paka shumë të ngjashme. Kavaja, edhe Kavaja. Po, e fusim dhe Kavaja. Po që kanë Kavaj? Kavaja ka detin. Kavaja ka detin, po zhvillon shumë kuzhinën tani turistike të bregut të detit, po gjithashtu dhe agriturizmet. Besoj duhet keni dëgjuar që po hapin agriturizmet e reja, po përdoren këto podra që ka Kavaja tani për të hapur agriturizmet dhe ka një pamje fantastike, me pamje nga deti që ne nuk i njohim. Ndoshta duhet të zbulohen, pak siç u bë me Velipojën që po zbulohet pak më ndryshe tani me këtë rrugën e re. Ndoshta njëjta gjë duhet bëhet edhe me Shqipërinë e Mesme dhe me pjesën e bregdetit. Ajo që ne na dallon si Shqipëria e Mesme, unë e thash edhe pak më parë, është se ne kemi turizëm 12 muaj dhe nuk kërkojmë vëmendje vetëm në verë. Vërtet. Pra i ndau, veriu e do vetëm në dimër dhe në vjet, jugu e do në kështu në verë. Ne i kemi të gjithë të katër Qa ka Durrësi ndonjë ushqim të veçantë? Se çuditërisht e lidhin gjithë shka me ushqimin, domethënë pushimet. Atëherë Durrësi ka të gjithë të ushqimet që ne përmendëm, pra të Shqipërisë së Mesme, të gjitha gatuhen në Durrës, sepse unë jam e lindur e arritur në Durrës. Dhe të gjitha ne i kemi bërë, se ne kemi dhënë e marrë, si me thënë, kemi bërë krushime njëri tjetër, dhe kjo na ka bashkuar edhe te pjesa e kuzhinës, pastaj Durrësi ka historinë, domethënë amfiteatrin, torrën, të gjitha këto që përmendëm janë edhe të Durrësit. Neve, copy-paste e Tiranës, pa bëhet dhe Durrës, vetëm se atje për shembull këtë fërgesën e Tiranës që hajun, e ha me pamje nga deti. Po, ndryshimi madh? Se ndryshon dhe çmimi, po prit deti. Shtoja një fjalë në ndim të Ridës se ka drejt. Durrësi edhe në kohën e komunizmit, pra njihet historikisht marrëdhënia e tij shpirtërore me Italinë për te detit. Shikoj televizioni, jo më kot një nga fabrikat më të famshme që kemi pasur ne, jemi më të vegjël se unë, po unë e di dhe nga prindrit, ka qenë fabrika e makaronave në Durrës. Aty bëheshin dhe durrsakët nga natyra e tyre janë peshkatarë. Detin e kanë pasur jo si Vlora, jugu që ka pas çik më, le të themi, deti ka qenë më larg nga Vlora, për shembull Vlonjatët përfundonte në tek, le të themi, tek Kalitrojës, që quhen Vlonjatët, aty dhe pastaj më vonë nga moli nuk shkonin shumë. Durrsakët e kanë pasur aty dhe peshkun e kanë ngrënë më mirë dhe e kanë lëvruar, le të themi, si në kulinari më shumë se sa pjesa e jugut. Kjo është fakt. Kështu që durrsakët peshkun e njohin më mirë se sa çdo pjesë tjetër, edhe pjesa lartë e Shëngjinit, duke vajtur deri në liçenin e Shkodrës që kanë përdorur peshqit e liçeneve, peshqit e ëmbël. Me fjalë historikisht, po them. Kështu që e kanë këtë, si thua, diçka më shumë durrsakët që peshkun e kanë njohur shumë mirë dhe po të shkosh në Durrës peshkun e gjen, si në nivelin e thjesht fara të skuqurin që e bëjnë shqiptarët me miell, e deri në nivelet më të larta, sepse ja jep këtë mundësi gjitha ovi bregdetare që ata kanë, me rër, atë po diskutoni me Ridën dhe përpara, turizmi është si traversal ashtu dhe vertikal, se shkojnë që nga 5 yjet, po edhe shumë familjarët, sepse ka rër, ofron shumë një pisha, me fjalë është jashtëzakonshëm për turizëm. Vazhdon akoma tjetër? Po, vazhdon të jetë. Sigurisht ka pasur një periudhë të dëmshme për bregdetin e Adriatikut, pra Durrësit, por dal nga dal me shumë masa, edhe vetë, le të themi, këta sipërmarrësit kanë investuar për të sjellë më të mirën që ky territor ofron. Tani ka ndryshuar. Tani te kjo pjesë duhet të flasim. Vetëm do t'ju pyes ku i kaloni fundjavat gjithë vitit. Ku shkoni në fundjavë jo? Deri në Vlorë, deri në Darmi, vështirë se shkoni shpesh, po në Durrës. Ndoshta unë po mendoj dhe po e hedh si pyetje, mos ndoshta afrimiteti me detin
tuaj në Durrës e bën turizmin që të jetë akoma në shifra më të larta në Tiranë, sepse vjen në Tiranë apo në mesme, shkon edhe në det, shkon edhe në muze, shikon edhe kështjella, shkon edhe... Po, me thënë të drejtën, po, deti ndikon shumë tek turizmi në Durrës, duhet ta pranojmë ka pjesën e historisë, por që dhe në të gjithë Shqipërinë, apo mos harrojmë që edhe turistët tani që po vinë, domethënë ne kemi shqiptarët e Kosovës kanë preferuar dhe vazhdojnë ta preferojnë edhe pse është përhapur, shpërndar pak turizmi në të gjithë Shqipërinë, po Durrësi vazhdon të jetë i preferuar. Pastaj kemi turistët e huaj po ashtu që tani po e shohin Durrësin si atraksion në të 12 muajt e vitit, sepse ne kemi shumë ditë me diell, kemi shumë kohë të ngrohtë, pranvera në Durrës, le të themi atë që është, domethënë Durrësi është i bukur, deti është shumë i bukur, deri në qershor. Pak a shumë besoj edhe në të gjithë zonat kjo gjë funksionon, po në Durrës deti është i mrekullueshëm deri në qershor, pastaj mbi ngarkesa ndoshta, por të huajt po e shfrytëzojnë shumë këtë pjesë, domethënë. Pjesën e vjeshtës pranverës. O Mati, çfarë bën ti kur do të dalësh, ku shkon ti kur do të bësh një fundjavë? Mos të Shqipërinë e Mesme. Mos ta përfshi, të dal pak Tiranë lëre. E lash Tiranën, po në fundjavë preferoj jugun. Po mos më shkon në jug, këtu. Ku shkon në jug? Në Shqipërinë e Mesme. Në Shqipërinë e Mesme shkoj në Qerret. Në Qerret. Në Qerret e preferoj shumë. Më shumë se Durrësi, më shumë se Gjirilalzit, nëse flasim për plazh. Që kishë puna ime. Në Qerret, po prapa ty shkoj, edhe kudo ku shkoj përpiqem gjejmë në një gjë që është e Tiranës, se po që në një gjë me të fërgume, jo me të skuqme, gjë e fërgume. Edhe qoftet, kur bësh në tëre thoshin, qoftet të fërgume, qoftet të skuqura, të keqe. Dhe ajo shpreja tipike e ijes time, dua një ve të fërgume me pak të lynë në ftere. Për këtheje ti po teshe. Për këtheje. Po me për këtheje, do ta bëjmë t-shirt këta. Po, dua një ve të fërgume në ftere me pak të lynë. A ka më bukur? A ka më bukur? A ka më qish me thua? Po harrojti, po nuk ka. Qerreti më pëlqen shumë. Po nëse nuk shkon në plazh? Nëse nuk shkon në plazh, në Dajt, në Fark, ofrojnë ushqim shumë të mirë, zona shumë e bukur. Me gropa, këto që janë pak më largë. Kjo nuk jam kështu e maleve, a më kupton, në përpiqem kështu sa më shumë fusha. Për malin me gropa, janë fantastike, janë unë nuk i preferoj. Sfutet e preferencë. Tirana ofron shumë atraksion malor, të jashtëzakonshëm. Mali me gropa që sapo përmendët është një ndër më të bukurit, mendohet që të bëhet një via ferrata aty, sepse ka mundësi edhe për kacavjerje, është i mrekullueshme, ofron rezervuar liçene të krijuara, shumë të këndshme, si dhe bovilla, të këndshme për kacavjerësit, pra këta që bëjnë climbing. Pra nuk jam kacavjerëse. Për alpinistët, me fjallë këtë që merren me fjallë me pjesën e lartë, për atrakse, për drona gjint që bëjnë ofrojnë pamje të jashtëzakonshme për t'i fotografuar. Po përqenë shumë shqipja jote, drona gjint. Drona gjint, nga dronë, se s'tem fjallë shqipe dronë. Di, pra ndaj po të. Je shumë okej, Okej, në rregull, dhe për fotografët. Për fotografët, të po shikojnë si atraksionet fundit edhe për të bërë filma. Erdhi një ekip i madh nga Hollywoodi dhe ju ofruan shumë mundësi, sepse Shqipëria është më e lirë për të harxuar për filme, për prodhimtarinë e filmave, dhe me një atraksion, për shembull, nëse në Amerikë duhet shkosh, për shembull në Arizona për të parë, të ecësh me ditë të tëra ose me avion, këtu për, le të themi, po të bëhen rrugët, për 1 orë gjysmë je nga një vend, ose për shembull shkon në Llogora, për 25 minuta je lartë, je spektakël, me një fjalë, dhe mund të, pra kostot janë shumë të ulta në Shqipëri, për sa i përket edhe, prandaj po promovohet shumë Shqipëria për sa i përket peizazhit që ofron, është i jashtëzakonshëm. Aty ku nuk kemi vënë dorën ndonjëherë ne që ta bastardojmë, por është me të vërtetë i bukur. Dhe, më fal, mali me gropa Martaneshi, që është në kufi Biza, edhe aty po bëhen agriturizme të jashtëzakonshme, shumë të bukura, sepse po bë agriturizmi vjen njerëzit që hanë, se kanë tash është e lidhur me stomakun çdo gjë. Dhe pastaj dal nga dal ofrojnë facilitetet e tjera që mund të jenë gjëra për fëmijët, për të rinjt, edhe sportet ekstreme. Nëse ne në ambiente shumë të bukura, nëse ne nuk i bastardojmë, po përdorim këtë lloj termi. Më thuaj një destinacion në Shqipërinë e Mesme, ose flasim për Tiranën një herë, të cilin nuk e shef më si çka qenë. Pra për shkakun e vizitave të mëdha, për shkakun ton. Një që ty të dhimbset që thua o zot, pse u prish ky vend kështu. Atëherë, dua ta filloj me Tiranën e vjetër, që është
dhimbja ime, e jashtëzakonshme. Po, unë jam goce e Tiranës Re, lere rritur aty historikisht, por kam pas në shkollën time Petronini, mund ta përmend Petronini. Te Petronini kam pas shumë shok e shoqe që vinin nga zonat e tjera dhe një pjesë e tyre jetonin në rrugën e Dibrës, kanë qenë Dibran, Tiranës. Ajo zonë është shkatruar komplet dhe ai me po prishet e gjitha dhe më vjen shumë keq. Në zona malore, aty ku nuk kanë prishur peizazhin rural, që do të them shtëpitë e fshatit që kanë, mi fjalë, mbas viteve 90 gjithandej është prishur, nuk e di në më beson. Vajze rrugës së Dibrës, autoktone, rruga Dibrës shkatruar komplet, gjuna, na vjen shumë keq. Po pse sheshi qendror me shatërvanet që kanë qenë? Ai kupton çfarë është bërë? Është një bastardim, ti e shikon dhe ty të vjen keq, bastardim. Këto shtëpitë e Tiranës, se duhet ta ruani një rrugë. Se Pazari i Ri, se unë shkoja shumë shpesh, se ishin ato qoftet e njërit aty me një emër. Jo, me thënë drejtën, Pazari i Ri në atë qelpsirnik që ishte bërë, është shumë bukur kështu si që është, me thënë të drejtën. U shkatrua, u bëpis, u latë degradohet, por si ka qenë që e mbaj mundun, që hani më bërësira dhe qofte. Po ka shumë gjëra që ne kemi shkatruar dhe vetë. Se jetojmë në tjetë. Punonin artizanët, aty ka qenë shumë e bukur, pastaj u la ashtu që të bëhej. Çdo gjë lihet, shkatrohet, më kupton. Rruga Dibrës ti nuk e njeh më. Ndonjëherë duhet edhe dora, për unë jam me Julkën që mua më pëlqen si është bërë, sepse ne vetë si njerëz nuk është se i mbajmë, të jemi të sinqertë, dhe ne kemi pas shtëpinë e vjetër, kush nga ne jeton te shtëpia vjetër. Do të kemi bërë gjithë shtëpia të re. Kush ka pas një shtëpi vjetër në fshat? Po janë shumë pak ato që e bëjnë këtë gjë. Do të thënë jemi gjithë që duam ta përmirësojmë jetesën. Po ta japi se është me 4 Aman sa ka vajt metra 4, ku e ka të rruga Dibrës? Ajo është me kërkuar. Sa jepti për pallat së ato që ju pengojmë për pallat. Jo, e drejt. I është hequr çik identiteti asaj zone, duhet të ruheshin ca shtëpi tiranëse me avllit, me gjithë ato pjesën e folklorit që kishte kjo zonë, është me të vërtetë e mirë, por që patjetër duhet zhvilluar, ne nuk jemi kundra zhvillimit. Po duhet ketë edhe politika që favorizojnë njerëzit që i kanë këtë shtëpi, sepse unë të paktën nga gjithë komshin që kam pasjetuar donin të iknin një orë më parë, sepse ato kushtet nuk ishin të mira, lagështira ishte skandaloze, drasat ishin kalbur. Do investim, do bukura për nostalgji, për shtëpitë shteti për investim. Po, janë shtëpitë të cilat janë cilësuar si monumente të kulturës dhe të... Gjirokastra ka bërë pak të gjë duke ruajtur shtëpitë e vjetra dhe shteti ndihmon si me thënë ato njerëz që të përfitojnë nga kjo. Unë e kuptoj Po ndërkohë tek ne është pak e vështirë, unë vazhdoj të them atë që sa do jetonim ne në ato kushte, që kemi dëshirë ta përmirësojmë jetën dhe mos ta kemi tualetin jashtë. E kuptoj patjetër. Sa do turistë tualeti jashtë më vjen keq, sa erdhi 91-shi ne bëm tualetin brenda. Po rregulluaj. I kuptoj edhe Matildën edhe Dhuratën, i kuptoj që duhet të ishte ruajtur paktën për hir të turizmit dhe atraksionit turistik, se punin e për turizme po flasim, duhet të ishte ruajtur ndonjë vend i investuar mirë, i rregulluar mirë, po që ruan pak traditën dhe origjinalitetin e kryeqytetit. Megjithatë, ne do bëjmë një shkputje fare të vogël publicitare tani. Pastaj, Erida do na gatuaj përgesa. Përgesa. Iku sot, ja. Po do bëjmë prap muhabet bashkë, sepse patjetër që po. Dua që të më thoni pak një destinacion që mbase ne nuk e dim, po që është fantastik në Shqipërinë. Jo, prit, mos pa thuaj tani. Jo, tani. Pas publicitet. Më doli.